Surja El Bejine, Medinase, 8 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë prej idhëtarve të librit dhe idhujtarve, nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre, derisa t'u vinte dëshmia e qartë, një i dërguar nga Allahu, i cili t'u lexonte faqe të pastra, Kuranin, të cilat përmbanin rregulla të drejta. Ata që u ishte dhënë libri, u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmia e qartë. E megjithatë, ata qenë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të jepnin zeqatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtet, ata që nuk besojnë prej idhëtarve të librit dhe idhujtarve, do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë. Ata janë krijesat më të këqija. Padyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre. Kopshtet e Adnit, në për të cilat rrjedhin lumenj e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ata, por dhe ata janë të kënaqur me atë. Kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotin e vet.